Përshëndetje nxënës. Nga unë, Eduarda Regja, mësuese për shkollës fillore Said Najdeni Vite. Sot të ligjerojmë një njësi mësimore nga gjenda e matematikës. Njësia mësimore për sot është shumëzimi me numrin 6. Qëllimi të këtij mësimi: të kuptoni shumëzimin me numrin 6. Të kuptoni shumëzimin si mënyra më e shkurtër e mbledhjesave të mirë. Të kuptoni atë që nëse shumëzuesit i ndërrojnë vendet, prodhimi nuk ndryshon. Le të zgjidhni disa detyra tekstuale. Le të vërim këtë nëse pashke se sa pika ka. Si që shikoni edhe juve, kjo nëse pashke i ka 6 pika, dhe në bazë të këtyre pikave, ne do mësojmë për shumëzimin me numrin 6. Ju vetë shikoni se të pjeshti parë kemi një nëse pashke, që do thotë kemi vetëm 6 pika, dhe si shumëzues do të paraqitet 1 herë 6. Në vjeshtin e 2 kemi 2 nëse pashke, që do të thotë kemi në 2 vende nga 6. 6 plus 6. Kjo si mbledhesa, ndërsa si shumëzues do të paraqitet 2 herë 6 e barabartë me 12. Tek vjeshti i tretë kemi në 3 vende nga 6 dhe si shumëzues do të paraqitet 3 herë 6 e barabartë me 18. Tek vjeshti i katërt kemi në 4 vende nga 6. Do të thënë 4 herë 6 e barabartë me 24. 5 vende nga 6. 5 herë 6 e barabartë me 30. 6 herë 6 e barabartë me 36. 7 herë 6 e barabartë me 42. Nëse kemi 8 nëse pashke në nga 6 pika, do të thotë në 8 vende nga 6, ose si shumëzim 8 herë 6 e barabartë me 48. 9 herë 6 e barabartë me 54, edhe e fundit 10 herë 6, apo në 10 vende nga 6 pika, do të thotë 10 herë 6 e barabartë me 60. Shumëzimi me numrin 6 në boshtin numerik. Si që shikoni, kemi një bosh numerik në të cilin janë të paraqitur numrat duke bërë kërcimin nga 6. 1 herë 6 është i barabartë me 6. 2 herë 6 është i barabartë me 12. Po ju nxënës të dashur, a mund të më thoni dhe të mendoni se sa do të jetë 3 herë 6 sipas asaj që shikoni? 3 herë 6 është 18. 4 herë 6, 24. 5 herë 6, 30. Pa mund të më thoni se sa do të jetë 6 herë 6 tani? Pa numëroni pak numri 30, shtoni edhe 6. Ja, 6 herë 6, 36. 7 herë 6, 22. 8 herë 6, 28. 9 herë 6, 54, edhe 10 herë 6, 60. Le të numërojmë së bashku nga 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 22, 28, 54, 60. Shumë mirë. Si që dini, edhe nga herët e tjera, ku kemi patur shumëzime, por thjesht do ta përsërisim, numri 4 do të quhet shumëzuesi i parë. Numri 6 është shumëzuesi i dytë, ndërsa prodhimi quhet numri i cili do na del kur do t'i shumëzojmë këta dy numra, dhe ai quhet pra prodhim.
Le të njësojmë këto detyra. Nëse 6 plus 6 është e barabartë me 12, si do të paraqisim atë si shumëzues? Pa mendoni pak, sa gjashta shikoni? Shikojmë 2 gjashta. Dhe kjo do paraqitet 2 per 6 e barabartë me 12. 6 plus 6 plus 6 plus 6 është e barabartë me 24. Dhe si shumëzues, kjo detyrë do të paraqitet 4 per 6 e barabartë me 24. Do të thotë, shohim se sa gjashta kemi të vendosura tek mbledhësa. Atëherë, sipas kësaj, shohim që kemi 7 gjashta, dhe ato e barabartë me 42. Si shumëzues, do të paraqitet 7 per 6 e barabartë me 42. A ndryshon prodhimi nëse shumëzuesve u ndërrohet vendi? Si mendoni fëmijë? A do ndryshon prodhimi nëse ne i ndrojmë vendet e shumëzuesve? Le ta shohim. Nëse 1/6 është e barabartë me 6, atëherë edhe 6/1 është e barabartë me 6. Dhe mund të themi që 1/6 ose 6/1 është e barabartë me 6. 2/6 ose 6/2 është e barabartë me 12. 5/6 ose 6/5 është e barabartë me 30. E themi së bashku. 7/6 ose 6/7 është e barabartë me 42. 9/6 ose 6/9 është e barabartë me 54. 10/6 ose 6/10 është e barabartë me 60. Pra, sipas kësaj që ne e pamë, do vim në përfundim. Nëse shumëzuesit i ndërrojnë vendet, prodhimi nuk ndryshon. Të përsërisim tabelën me numrin 6. 1/6, 6. 2/6, 12. 3/6, 18. 4/6, 24. 5/6, 30. 6/6, 36. 7/6, 42. 8/6, 48. 9/6, 54. Edhe 10/6, 60. Kjo që po shikoni mund t'ju sjellë një përfundim për të mësuar më lehtë tabelën me shumëzimin me numrin 6. Për arsye se numrat të cilat ndodhen në vendin e njësheve përsëriten edhe në anën tjetër. Siç e shikoni, 6, 2, 8, 4, 0. Po ashtu kemi 6, 2, 8, 4, 0. Kjo ndoshta do t'ju ndihmojë që juve ta keni më të lehtë për të mësuar tabelën e shumëzimit me numrin 6. Le të shohim një detyrë tekstuale. Tani, ju mund të merrni lapsat dhe të bëni zgjidhjen e kësaj detyre pasi ta keni lexuar. Era në shtëpi ka 4 rafte me libra. Në secilin raf ka nga 6 libra. Sa libra gjithsej ka era? Atëherë, në fillim do të paraqitni zgjidhjen si mbledhësa dhe më pas do ta bëjmë si shumëzues. Pa mendoni pak, nëse era ka 4 rafte me libra, me nga 6 libra në secilin prej tyre, si do ta kishim paraqitur me si mbledhësa? Atë zgjidhja do të jetë 6 plus 6 plus 6 plus 6. Pra, në 4 vende nga 6, ose konkretisht
në 4 rafte nga 6 libra dhe ajo e barabartë me 24, ndërsa e paraqitur si shumëzues do të jetë 4 herë 6 e barabartë me 24. Besoj se edhe ju keni qenë të njëjtit mendim si unë. Le të luajmë dhe mësojmë së bashku. Tani, ju keni detyrë që të vendosni gishtin tek përgjigja që mendoni se është e saktë dhe pastaj gërshojmë nëse vërtet e keni qelluar përgjigjen e saktë. 5 herë 6, si mendoni? Bën 30, 36 apo 24? Vendosni gishtin atje ku mendoni se është përgjigja e saktë. Dhe 5 herë 6, përgjigja e saktë është 30. Ndërsa 36 është gabim dhe 24 është gabim. Shpresoj ta keni qelluar. 10 herë 6, si mendoni? Është 60, 18 apo 54? Dhe përgjigja e saktë është 60, ndërsa 18 dhe 54 është gabim. 3 herë 6 është 24, 18 apo 12? 3 herë 6 është e barabartë me 18. 24 dhe 12 është gabim. 6 herë 2, 18, 6 apo 12? Dhe përgjigja e saktë është 12. 6 herë 6, 36, 30 apo 42? Përgjigja e saktë është 36. Detyrë shtëpie. Plotësoni sipas shembujve tabelën e shfrytëzimit me 6. Atë, në fillim do të vendosni vetëm një 6 dhe do të paraqitni si shumëzues. 1 herë 6 e barabartë me 6. Pastaj, 2 gjashta, ose ndryshe si mbledhësa 6 plus 6. 2 herë 6 e barabartë me 12. 6 plus 6 plus 6. Si shumëzues 3 herë 6 e barabartë me 18. Kështu do të vazhdoni deri tek numri 10. Ju faleminderit dhe shpresoj që të kem qenë e qartë. Mirupafshim në takime e radhës.